Mast Channel. Please subscribe. Maska diplomatike më në fund ka rënë. Nëse mendonit se tensionet midis Romës dhe Brukselit ishin thjesht politike, ju ka ngënjur. Kjo nuk është më politik, kjo është luftë, përballje frontale. Giorgia Meloni ka thyer kodin e heshtjes. Italia sapo ka bërë të paimagjinueshme. Për muaj të tërë Ursula von der Leyen besonte se kishte qeverinë italiane nën kontroll. Besonte se me premtime të mjaftueshme financimi dhe buzëqeshje në samite, mund të blinte bindjen e Italisë. Por gaboi. Vetëm disa orë më parë, doli në dritë një lik rrjedhje informacioni, një zbulim aq dëmtues, saqë persona të brendshëm në Komisionin Evropian thuhet se po përpiqen të mbytin lajmin. Kjo nuk ka të bëjë vetëm me një mosmarrveshje mbi paktin e migracionit apo marrëveshjen e gjelbër. Jo, kjo shkon shumë më thellë. Meloni ka lënë të kuptohet për një tradhti që godet themelet e lidershipit të Bashkimit Evropian. Pse von der Leyen po anulon papritur deklaratat dhe paraqitjet për shtyp? Pse PP-et po mbajnë takime urgjente me dyert të mbyllura? Meloni nuk e kritikoi politikën e Unionit. Ajo ekspozoi një mekanizëm që Brukseli e ka përdorur për të shantazhuar kombet e sunduara për vite me radhë. Ndoshta jemi suke parë një vrasje të mundshme politike të udhëheqjes aktuale të BE-s, të orkestruar jo nga armiq nga jashtë, por nga brenda zemrës së vetë Europës. Çfarë mban saktësisht Meloni në duar? Janë ato dokumente që vërtetojnë keqmenaxhim financiar? Janë transkriptet sekrete të marrëveshjeve të fshehta në lidhje me krizën mesdhetare? Apo është diçka shumë më personale që mund të japë fund karrierës së von der Leyen brenda natës? Media po përpiqet ta varrosë këtë histori në raportime për ekonominë, por çarjet janë shumë të gjera për t'u fshehur. Italia ka sinjalizuar se është gati të shemb urën e bashkëpunimit dhe kur ura të shembet, Brukseli bie. Përgatituni. Do t'ju tregojmë provat, numrat dhe afatin kohor, sekret që çojnë në këtë shpërthim lufte. E vërteta është më e shëmtuar nga sa mund ta imagjinoni. Media kryesore do t'ju thotë se kjo është thjesht një mosmarrveshje. Por ju gënjeni, sepse kjo është një pritje kalkuluar dhe konflikti përqendrohet rreth një numri specifik. 194.4 miliard euro. Kjo është vlera e pjesës së Italisë në fondin e rimëkëmbjes së BE-s për gjeneratën e ardhshme. Për muaj të tërë von der Leyen ja premtoi këto euro Romës si karot. Marrëveshja e ndërmjetësuar në hije, gjatë samitit të G7 ishte e thjeshtë. Meloni mbështet von der Leyen për mandatin e dytë si presidente e Komisionit dhe në këmbim Brukseli mbyll syt ndaj deficitit buxhetor të Italisë dhe garanton likuiditet. Por sot, Meloni sapo zbuloi se marrëveshja ishte një kurth, një mashtrim. Sipas informacioneve, Meloni ka prova. Memo të brendshme që vërtetojnë se von der Leyen nuk kishte ndërmend të jepte fondet e plota për Italinë. Komisioni ka ndërtuar në heshtje një çështje ligjore për të ngrirë këstin e tretë dhe atë të katërta të pagesës, duke ju referuar disa shkeljeve ligjore. Mendoni që, ndërsa shtrëngonin duart me Meloni në Rom, burokratët e von der Leyen në ndërtesën Berlemont po hartonin dokumentet për të falimentuar qeverinë italiane. Skandali Fito. Pika kthese është pikërisht poshtërimi i Raffaele Fitos. Meloni paraqiti ministrin e saj më të besuar për një rol nënkryetari ekzekutiv në Union. Supozohej të ishte një garanci e pushtetit të Italisë. Por çfarë bëri von der Leyen? Ajo i lejoi socialistët dhe liberalët ta shkatëronin Fiton. Zbulimi i Melonit thotë se asaj u premtua një portofol me peshë për Italinë. Në vend të kësaj, ajo mori një titull ceremonial pa pushtet të vërtetë mbi buxhetin e Unionit. Do me thënë Ursula e mashtroi Italinë. Burimet thonë se Meloni e paralajmëroi në mënyrë të qartë von der Leyen në një telefonat javën e kaluar, duke i thënë: nëse po shtroni Italinë, do të publikoj transkriptet e Tunizisë, këto janë provat e forta. Në këtë moment bie errësirë mbi Unionin. Ju kujtohet të gjithëve kriza e migracionit, mirë anije që mbërritën në Lampedusa. Meloni dhe von der Leyen vizituan Tunizinë së bashku për të nënshkruar një marrëveshje për të ndaluar anijet. Na thanë se ishte një sukses i ekipit të Europës. Por Meloni tani po le të kuptohet një realitet krejtësisht i ndryshëm. Akuza është tronditëse. Meloni pretendon se ndërsa Brukseli e mbështeti publikisht bllokadën, organizatat jo qeveritare të financuara nga BE-ja u udhëzuan privatisht për të lehtësuar kalimet dhe për të ushtruar presion mbi Italinë. Tingëllon si një teori konspiracioni derisa të shikoni të dhënat. Që kur u nënshkrua ajo marrëveshje, bëritjet nuk ranë. Ato u zhvendosën dhe kur Italia u përpoq të zbatonte bllokada më të repta detare, Gjykata Europiane e Drejtësisë, një krah i sistemit të BE-s, ndërhyri menjëherë për të penguar Italinë. Meloni në thelb po i thot Unionit: po paguani zjarrvënësin për të djegur shtëpinë time.
ndërsa po më shisni ujin për të shuar zjarin. Shantazhi i marrëveshjes së gjelbër, qershia mbi tort është arma ekonomike e Brukselit për të shkatëruar Italinë. Von der Leyen po shtyn dhe po ushtron presion për ndalimin e motorëve me djegje të brendshme deri në vitin 2035. Për industrinë automobilistike të Italisë si Ferrari, Lamborghini, Fiat, ky është një dënim me vdekje. Meloni gjithashtu na tha sot se u përpoq të negocionte një përjashtim, një klauzol neutraliteti teknologjik për Italinë. Von der Leyen e hodhi poshtë me të ironi propozimin italian. Pjesa e pabesueshme e zbulimit të Melonit nuk është vetëm politika, por edhe mungesa e respektit personal. Meloni përshkroi një president e komisioni që sillet si një perandore, plotësisht e shkëputur nga realiteti i votuesve europian. Ajo theksoi se Gjermanisë, vendit të saj të lindjes, Von der Leyen, i dha përjashtime të veçanta për industritë, ndërsa Italisë i parashtroi vuajtjen. Po shohim formimin e një aliance të re të rrezikshme. Meloni nuk po lua më sipas rregullave të Unionit, duke ekspozuar këto trati të fshehta. Ajo po i sinjalizon aleatëve të saj Viktor Orban, Marine Le Pen dhe madje edhe administratës së re në Washington, se leadershipi aktual i Unionit Evropian është ilegjitim. Ajo nuk po ankohet për politika. Ajo po akuzon presidenten e Komisionit Evropian për mashtrim. Mashtrim kundër taksapaguesit italian, mashtrim kundër votuesit evropian. Shifrat nuk gënjejnë. Inflacioni në Itali po stabilizohet, por kostoja e zbatimit të direktivave të BE-s po rritet ndjeshëm. Meloni tani po bën pyetjen që Brukseli i friksohet më shumë. Ku shkuan parat? Nëse Italia po i përmbahet masave shtrënguese, pse Komisioni po kërkon më shumë? Përgjigja që jep Meloni është se parat që japin italianët duhet të devijohen për të financuar ambiciet personale gjeopolitike të Von der Leyen në Ukrainë dhe Gjetiu, duke i lënë shtetet e Europës jugore të kalben. Kjo nuk është negociat. Kjo është një situatë pengjesh dhe Giorgia Meloni sapo ka vendosur të qellojë pengmarrësit. Giorgia i ka vënë tytën në tëmth Komisionit Evropian. Ajo ka sinjalizuar se epoka e bindjes së verbër ka mbaruar. Por ja realiteti i tmerrshëm, nëse Meloni publikon provat e plota, nëse ajo ekspozon shkallën e vërtetë të tradhtisë së fitos dhe gënjeshtrat e migracionit, Bashkimi Evropian mund të përballet me një krizë më të vështirë se Brexit. Dhe Von der Leyen e di këtë. Heshtja e Brukselit tani është heshtja e panikut. Situatat janë në buzë të greminës. Nëse Komisioni hakmerret duke ngrirë fondet e Italisë, ekonomia italiane mund të shembet. Por nëse Italia bie, e gjithë Eurozona do të fundoset bashkë me të. Është një lojë shkatërimi të sigurt reciprok. Von der Leyen po luan bigjoz me kursimet e 450 milionë europianëve, për të shpëtuar karrierën e saj politike, por kryesisht për të ndjekur direktivat e atyre njerëzve në hije që e drejtojnë dhe urdhërojnë. A është Giorgia Meloni një përçarëse e rrezikshme që rrezikon stabilitetin europian, apo është ajo e vetmja udhëheqëse mjaftueshëm e guximshme për të ekspozuar një sistem të korruptuar diktatorial? Shikoni faktet që paraqitëm sot, miliardat e mbajtura dhe të zhdukura, marrëveshjet sekrete, hipokrizin mbi mandatet klimatike. A mendoni se Von der Leyen krijon politika për të ndihmuar njerëzit apo për t'i kontrolluar ata? Dhe më e rëndësishmja, nëse Italia vërteton se Komisioni ka kryer mashtrim, a duhet që Parlamenti Evropian të ndërmarrë veprime për të shkarkuar menjëherë Ursula von der Leyen? Historia po shkruhet tani me bojë të kuqe gjak. Mediat kryesore kanë shumë frikë të bëjnë këto pyetje që bëjmë ne. Lutem jepni mendimin tuaj me një komentet më poshtë. Me kë qëndroni në krah? Me Romën apo me Brukselin? Me shtetin sovran apo me supershtetin? Mast Channel. Please subscribe.